Gjithashtu kemi në lidhje të drejt për drejt edhe Qëndrim Hoxha. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje edhe për ju. Zotër Jakupi, pa më dje zhvillimet në komunën e Prishtinës, 3 të arrestuar për rishfet. Duke pas parasysh këtë rast, por edhe rastet paraprake, çka tregon kjo për mënyrën se si funksionojnë komunat në vendin tonë? Po sigurisht se dukuria e ndikimit në punë, posaçërisht marrëdhëniet kontraktuale që i bëjnë komunat për çështjet shërbimeve publike ndaj qytetarëve, nënkupton që në Kosovë, jo vetëm Prishtinë, po në përgjithësi është një dukuri që me të vërtet nuk po shkon të u largumi, po shkon vetëm duke u rritur. Kjo nënkupton parimisht që në çështjet paracaktuara kontraktuale tani më për elemente të veprave penale siç është dhënia dhe marrja e rishfetit, mund edhe këtë kurdisen tendere të caktume për t'ju dhënë një kompanie përkatëse kryerja e një shërbimi çfarë do qoftë ajo. Kjo nënkupton në radhë të parë që përfituesi me të vërtetë është i pamerituar, ndërsa dëmtuesi kryesor është buxheti i komunës përkatëse dhe në fond vetë qytetarët e asaj komune, sepse në situata të tilla kur disen tender, kur merren kontrata për ofrim të shërbimeve apo kryerje të punëve, në këtë mënyrë automatikisht nënkuptohet që edhe kryerja e atyne punëve ose ofrimi i atyne shërbimeve nuk janë cilësore, por çka është shumë më me rëndësi në Kosovë, diçka që neve e shohim çdo ditë me sytë e tanë që s'ka nevojë me qenë as njës, as ekspert, as gjë tjetër, aspekti sasior, sepse neve kurrë nuk po marrim në sasinë e kërkuar shërbimet të cilat po i kontraktojmë me kompani të ndryshme në forma të tilla. Thua që edhe kompanitë që kontraktohen për shërbimet e caktuara, të njëjtat nuk po ju ofrojnë. Atëherë, çka po ndikon që të ndodhë një gjë e tillë? Pse bëhet një gjë e tillë? Pra që qytetarët në këtë rast nuk i marrin shërbimet për çka komuna ka kontraktuar një X kompani. Shikoni, kur është kjo çështje që lidhet me korrupsionin? Absolutisht. Kjo është një aparat i cili funksionon që nga dita kur vendoset të kontraktohet një shërbim apo një punë e caktuar, dhe sigurisht punëkryesja apo ofruesi i shërbimeve në situata të tilla kur ai është i detyruar, megjithse këtë neve nuk mund ta thojmë me siguri të plot, sepse është krijuar një traditë e kësaj dukurie negative në sektorin publik komunal, jo vetëm për shkakun e zyrtarëve publik të dyshuar për korrupsion, mirë po edhe nga vullneti a priori i kompanive përkatëse, cilët janë të disponueshëm gjithmonë që të japin rishfet për marrjen e kontratave të caktuara, për kryerjen e punëve apo ofrimin e shërbimeve të caktuara. Dhe sigurisht në situata të tilla kur një kompani jep rishfet shuma të majme parash para se të merr kontratën për kryerjen e atyne punëve apo ofrimin e atyne shërbimeve, ai do të kalkuloj edhe aspektin e përfitimit financiar për veti, e që në situata të tilla dihet që një kompani e caktuar duhet të aplikojë apo të tenderoj me çmime pak më të lira në mënyrë që të ketë arsye të përfitojë edhe ligjërisht tenderin e caktuar, dhe nuk i del fitimi i pritur në atë sasi apo atë vlerë monetare me cilën është tenderuar, të pas parasysh tash kur ti je në një marrëdhënie kontraktuale me institucione publike e ke të pamundur shmangjen apo largimin apo manipulimin edhe të tarifave tatimore të cilat janë të obliguar të paguajnë shtetit Kosovës, mënyra më e lehtë dhe më e mirë dhe më praktike e tyne është që të
mashtrojnë apo vjedhin dhe në fund drejt për drejt qytetarin duke i ofru shërbime jo cilësore apo duke kry punë me sasi më të vogël se sa ata janë të detyruar. Po, në anën tjetër, Zotri Hoxha, sipas jush, çështja e rishfetit është themi raste të tilla si kjo e komunës Prishtinës, por e dim që ka pas edhe në të kaluarën raste në komuna të tjera. Është përjashtim, a mund të themi është mënyrë e funksionimit të nivelit lokal në vendin tonë? A po dëgjoj kushte? Po. Okej, atëherë unë konsideroj që arrestimet e fundit në komunën e Prishtinës shpërfaqin nivelin e korrupsionit në qeverisje lokale. Tashmë dihet që një aksion i prokurisë konsideroj ndoshta mund të themi edhe i paralajmëruar, sepse vetëm një javë më parë, afërsisht, zotëri prokurori i shtetit ka paralajmëruar se janë duke hetuar rreth 390 raste të keqpërdorimit të pozitave zyrtare dhe shumica atyre lidhen me korrupsionin. Këtë tregus na bën e dije që prokuria është në një iniciativë, nëse mund të themi kështu, më gjerë për të identifikuar edhe për të trajtuar rastet e korrupsionit në nivel lokal dhe shëndror, ku thuhet se mund të përfshihen edhe zyrtarë të lartë që po besoj që i referohen në ministra, kryetarëve të komunave të tjerë. Tash rasti i fundit i shënuar dje, pra arrestimet e 3 zyrtarëve komunal, unë konsideroj që ndikojnë negativisht edhe në sistemin qeverisjes lokal, po edhe në humbjen e besimit të transparencës në institucione publike, sidomos në institucione lokale. Se është rast i vetëm që ka ndodhur, këtë nuk mund ta them sepse për gjërat që nuk jam kompetent nuk mund të flas, mirë po nga ato që kemi folur, unë konsideroj që duhet një përpjekje pak më e madhe institucionale edhe nga ana e prokurisë dhe nga institucione të tjera relevante që i trajtojnë këto raste dhe të ndërmarrin masat dhe veprimet konkrete ligjore dhe përputhje me legjislacionin fuqi, përfshirë edhe kodin penal dhe gjitha ligje tjera që ka vendi ynë dhe në këtë formë konsideroj që i bëj mirë edhe rritjes së besimit në institucione, po në të njëjtën kohë dhe funksionimit sa më të mirë dhe sa më të drejtë të shtetit tonë. Po, patjetër. Shikoni, edhe kodi penal i Republikës Kosovës, por edhe legjislacioni përkatës në fuqi ka paraparë përgjegjësinë e veprimeve individuale të personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale. Prandaj tash tu e mor nga informata që neve i patëm sa i përket rastit në Prishtinë, sikur njëri prej këtyre zyrtarëve ditën e fundit ka falsifikuar një dokument ose ka shtuar një dokument për të përshtatur kriteret e përfitimit eventual një kompanie dhe tjetri është në zonë në flagrancë në marrje të rishfetit. Prandaj këto veprime duhet të konsiderohen veprime parimisht veprime individuale të personave të caktuar, sepse veprat penale, veprat e korrupsionit dhe keqpërdorimit detyrë zyrtare janë vepra të parapar me mënyrë posaçme, një kapitull të posaçëm në kodin penal të Kosovës, janë dukuri evidente jo vetëm Kosovë edhe në shtete tjera, prandaj duke pas parasysh se edhe ligji i njeh si veprime individuale të kryerësve të dyshuar për këto vepra penale, nuk mundemi parimisht neve të atribuojmë komplet një sistemi qeverisjes lokale përkatësisht një komune të caktuar, sepse nuk është faji, domethënë, i organizimit dhe funksionimit në një sistemi caktuar përgjithësi apo në veçanti një komune të caktuar. Veprimet janë individuale, ti kur je zyrtar publik, ki autoritet, kompetencë dhe funksion cilin e ushtron përputhje me detyrat e tua zyrtare, sigurisht se unë e ti nuk mundemi as të kemi qasje për t'i pa kriteret paraprakisht
tenderave caktume, janë zyrtarë me autoritet zyrtarë dhe ligjor, cilët kanë qasje dhe keq përdorin atë autoritet tyne deri në atë masa që edhe heqin apo shtojnë dokumentacione caktume me qëllim përfitimit të vetës edhe të dikujt tjetër. Prandaj nuk është në rregull që neve a priori të akuzojmë apo të aludojmë se komplet sistemi apo e gjithë një komunë caktume është e përfshime, korruptive, jo transparente për raste të tilla individuale. Patjetër se nuk mund t'i përfshijnë të gjithë, por prapë janë këta zyrtarë publike që në fund të ditës përfaqësojnë komunën përkatëse. Pra punojnë në këto komuna përkatëse dhe raste të tilla patjetër që pastaj faturat ju shkojnë edhe komunave, sepse janë pjesë përbërëse të komunave, po jo e përmendet paraprakisht e përmendet që kompanit detyrohen në farforme, pastaj që barën ta kalojnë tek qytetarët duke mos kryer shërbimet e duhura për këta qytetarë, si pasojë e mos fitimit ndoshta ashtu siç pritej nga ana e komunës në momentin e nënshkrimit të kontratës. A i bie kjo që në këtë zinxhir halka kryesore e gjithë këtij problemi mund të jenë komunat përkatëse në mënyrën se si faktikisht arrihet që të bëhen këto kontrata? Shikoni, aspekti organizativ dhe ligjor i funksionimit komunave është shumë i avancuar në Republikën e Kosovës, edhe sa i përket pavarësisë tyre të menaxhimit pasurive dhe financave në kuadër të buxheteve tyre komunale. Rastet e tilla korruptive, të po flasim përgjithësi sepse rasti individual tash ata janë në kuadër të ambrellës së prezumimit të pafajësisë dhe neve nuk mund të aludojmë se ata janë a priori të fajshëm këtë rast, është një sistem i avancuar dhe i mirë rregulluar edhe në aspektin ligjor, por edhe në aspektin administrativ. Megjithatë, foji i komunave le të themi mund të jetë në atë mos saqë nëse një sistem korruptiv është normal funksional në një komunë të caktume, le të themi prej kryetarit komunës deri tek portieri, sigurisht se nëse kryetari i pari, çdo kush që është para teje, je vartës i dikujt, edhe ai funksionon mbi bazën e dukurive të tilla negative korruptive, sigurisht se nuk ka autoritet moral, po as ligjor që të ndikoj apo mbikëqyr deri në atë masa që të merr masa përkatëse disiplinore apo ligjore për çdo zyrtar tjetër për cilën ata dyshojnë apo kanë fakte dhe bazë që një punë e caktuar në komunë nuk është duke u kryer si duhet, qoftë në aspektin cilësor apo sasior, sepse ata dyshojnë që i njëjti është i kapur për korrupsioni dhe sigurisht kur një zyrtar ka marrë rishfet prej një kompanie, është e pamundur kryerja e mbikëqyrjes me integritet të plot dhe kompetencë të plot të asaj kompanie, sepse tani ti më jenë faj se ti ke marrë rishfetin një shumë të majme të parave për qëllime të kryerjes së atyne punëve dhe kjo e bën me të vërtetë të vështirë të kontrollueshme në aspektin administrativ. Prandaj është domosdoshme veprimi dhe operimi i organeve të sigurisë, siç është në rastin konkret policisë Kosovës, bashkëpunim plot me prokurorinë, po palon anash sot komunat dhe çdo institucion publik në Kosovë kanë sinjalizues e tyne, cilët me të vërtetë nga informatat tona po e kryejnë një punë të mirë dhe po parandalojnë dhe po shfaqin raste të caktuara korruptive nëpër komuna dhe organizata tjera buxhetore. Po, Zotëri Hoxha, sipas jush, sepse e dimë që ka raste ku ndryshon mënyra e rishfetit, e dim që korrupsioni dhe rishfeti nëpër komuna nuk është vetëm që ka të bëjë me kompanitë të cilat kontraktohen për shërbime të caktuara, por ka raste edhe tek qytetarët, të cilët për të kryer, për të marrë ndonjë shërbim nëpër komunat përkatëse detyrohen që të paguajnë rishfet. Mendoni që rishfeti ka ndryshuar formë, por nuk është asgjësuar?
Po, për një obligim pak me u lidh me zotërin paraprak që bisedoj studio, sepse kam një mendim për raport realisht me to, mirë po në konsideroj që nëse një zyrtar i cili do institucion e kishë përdur pozitën zyrtare dhe përfshirë në afera korruptive, që është marrja e rishvetit, unë konsideroj që e dëmton sa do pak të imazhin e institucionit, por prapë natyrisht që kryerja e veprës është individuale dhe përgjegjës është vetë individi, natyrisht nuk është institucioni dhe nuk po ta asnjë qëllim që të aludoj në atë. Por prapë pajtohem plotësisht që me pjesën që sinjalizuesit po luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe se policia dhe prokuroria po është efektive në identifikimin e rasteve pas marrjes të informacione dhe analizës së plotë të dhënave për marrjen e veprimeve konkrete siç ishin këtë dje. Te pjesa se sa është duke ndodhur realisht dhënia e rishvetit nga qytetarët, nga kompanitë apo individë të ndryshëm, unë konsideroj që nuk jam kompetent të flas për shkak që nëse e di një rast të tillë dhe nuk e lajmërojmë, realisht konsideroj që secili prej neve mund të bëhemi ndoshta edhe pjesë e fojit, mirë po të bazuar në raportet dhe hulumtimet e organizatave të ndryshme, të mediave që kryejnë këto hulumtime dhe publikimet masnej që i bojnë edhe organizimi e punëtorive ku i publikojnë këto raporte, ka shqetësime që qytetarët kompanitë ballavaçohen me kërkesa të ndryshme nga zyrtarë komunal për t'i përshpejtuar procedurat, për t'i kryer të procedurat. Çka duhet të bëjmë më shumë, po flas tash në këndin e organizatat shoqërisë civile, është që organizatat që merren me monitorimin e qeverisë lokale, ju vetëm kuvendit, po dhe ekzekutivit përgjithësi, ta monitorojnë procesin në tërësi, ju vetëm kontratat e prokurimit, po të monitorohet komplet procesin në tërësi, përfshirë edhe çështjen e pagesave, sepse ka pasur raporte të ndryshme që janë treguar se i është kërkuar rishvet, nëse mund të themi, për të përshpejtuar pagesat apo çështje të tjera që ato i dinë më mirë sepse e kanë bërë hulumtimin vetë. Prandaj, konsideroj që nëse organizatat e shoqërisë civile e monitorojnë në tërësi procesin, duke filluar nga përgatitja e ofertës, hapja, publikimi i ofertës, hapja të nderit, ndërshkrimi i kontratës, realizimi i punimeve dhe ekzekutimi i pagesave, gjitha këto tjera si tërësi me projektin, mendoj që i kontribuojnë bukur shumë fuqizimit të transparencës edhe llogaritënies në institucione publike, sepse realisht kjo është edhe puna e organizatave të shoqërisë civile që mirën me qeverisjen lokale dhe natyrisht përveç që përmbushin misionin e vetë i kontribuojnë edhe forcimit të mëdhetshëm dhe zhvillimit ekonomik, sepse ne e dimë që rishveti, korrupsioni janë pengesa më e madhe që e parandalojnë zhvillimin e hovshëm, qoftë në nivel lokal, qoftë edhe në nivel nacional. Prandaj parandalimi i tij dhe luftimi i tij, unë mendoj që është detyrë dhe obligim i secilit qytetar në po edhe i institucioneve përkohëse dhe organizata që tashmë kanë në fushë veprimtarike këtë pjesë. Përmendet që veprat e tilla patjetër që janë individuale, por cili është roli i kryetarëve të komunave në këtë pikë, në këtë çështje, duke pasur parasysh që prapë janë këta zyrtarë publik që punojnë në një komunë të caktuar, sepse e pam edhe dje reagimin e kryetarit të Prishtinës përpara Edi Rama, i cili kërkoi që rastet të tilla të ndalen, gjithashtu kërkoi edhe nga ana e institucioneve të drejtësisë që rastet të trajtohet në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Shikoni, tash ligji për zyrtarët publik është shumë i qartë dhe i trajton shumë më mirë rastet të tilla. Andaj edhe obligimet edhe ligjore, por edhe morale, edhe politike të kryetarëve të komunave shtrihen në dy drejtime të caktuara. E para, ata që dje deklaroi kryetari i kryeqytetit, bashkëpunimi dhe ofrimi i ndihmës së organeve përkatëse të drejtësisë për zbardhjen e këtij rasti dhe trajtimi i rasteve të tilla brenda administratës komunale.
Pra, ligji për zyrtar publik i detyron apo i obligon në një farë mënyre administratat përkatëse, në këtë rast po flasim për administratën e komunës Prishtinës, sepse kryetari i komunës ka ligjërisht apo sipas detyrës zyrtare ushtron dhe funksionin e zyrtarit kryesor administrativ në komuna dhe mund të iniciojë ngërresë procedurë disiplinore brenda administratës komunale. Çka është këtu me rëndësi, çka ka bërë dallim ligji aktual në fuqi për ligjeve të kaluara, për shkak se me ligjet të kaluara kem pas raste të tilla edhe korruptive, por edhe raste të tjera që janë ndërlidhur me keqpërdorimin apo vendin e tyre të punës, kur zyrtarë të komunal janë suspendu apo pezullu nga vendi i punës dhe pas disa viteve kur një zyrtar i caktuar e ka fitu lëndën në një gjykat apo në rastet më të këqija kur rastet gjyqësore janë parashkru pa marrë një vendim meritor, ata kanë fitu të drejtën me u kthy në vendin e tyre të punës, të i marrë edhe pagat me qindra mijëra euro, pagat papagume për gjithë periudhën sa ishe të pezulluar në vendin e punës. Tash ligji e ka bën ndarjen mes dy procedurave dhe në mënyrë decisive është përcaktuar që autoritetet komunale kanë të drejtë me marrë vendim në procedurë disiplinore pavarësisht vendimit apo procedurës që zhvillohet në organet të drejtësisë. Këtë duhet ta bëjnë komunat paraprakisht dhe duhet të i paraprinë një vendimi, le të themi, gjyqësor, një vendim administrativ, qoftë në rastet kur me të vërtetë konstaton autoriteti administrativ komunal që një zyrtar nuk ka faj për këtë punë të caktuar, por edhe në rastet kur ata konsiderojnë që ka shkelje të detyrave zyrtare nga zyrtari përkatës dhe janë plotësuar kushtet ligjore për ndërprerje të marrëdhënies punës apo marrjen e në mase të caktuar tjetër disiplinore dhe pavarësisht se çfarë vendimi do të merrë gjykata, vendimin e komisionit disiplinor nuk mund të atakoj derisa të njëjtat nuk e trajtojnë të njëjtën çështje ku ata kanë marrë për bazë për vendime të caktuara. Po, zotri Hoxha, kishte diçka për të shtuar? Jo, e elaboroj shumë mirë kolegun. Nëse ma lian veç edhe nëse ma lian koleg një rast, kem pas një uri kur një arsimtar në një komunë caktuar, se është rasti i freskët me sa poshë edhe në Gjilan. Nëse nuk gaboj tash, në një komunë caktuar, ka qenë në procedurë gjyqësore për ngacmim seksual. Mësimdhënës për ngacmim seksual. Është pezullu nga vendi i punës. Rasti është parashkruar në procedura gjyqësore dhe komuna kanë pas me patjetër me kthy prapë në vendin e punës. Prandaj ligjet e atëhershme me ligjet e sotme janë më të avancuara dhe pavarësisht pse një ngacmues seksual, një mësimdhënës që është absurde me u kthy prapë në vendin e punës, në rastet tilla vendimi i administratës komunale është më i fuqishëm, pavarësisht se një procedurë gjyqësore është parashkruar dhe në një rast të tillë, për shembull, sikur të përsëritej, nuk mund të kthehet në vendin e punës. Thane që me ligjin aktual, ligji aktual e gjen aq shumë zbatim sa mbyllet komplet aspektin administrativ disiplinor. Të kthehen këta persona prapë në vendin e punës. Tek mosa disiplinore, mosa më e rëndë është largimi nga puna. Ti mund të mos dënohesh me burg efektiv atje, po mosa disiplinore është efektive dhe funksionale dhe ti nuk mund të kthehesh në vendin e punës. Po, zotri Hoxha? Po, realisht elaboroj shumë mirë kolegu pjesën e legjislacionit dhe është fat i mirë që ligji ka avancuar dhe tashmë ekzekutivi në nivel lokal ka më shumë kompetenca dhe i ka disa veprime të cilat natyrisht në shumicën e rasteve edhe po i ndërmarrin. Aja që po du me thonë të pjesa e luftimit të kësaj dëkurie është që ti bëhet një analizë pak më e detajuar edhe përgatitjes së ofertave dhe të nderve kur ata paraprakisht janë në fazë përgatitore për të shkollës, sepse këtu mund të kemi një përshtatshmëri të kriterëve me një ex operator ekonomik edhe masnej edhe verifikimit të dokumentave sepse raporte të ndryshme. Tash nëse marrim përballë raportet e KDI-s të kaluara shpeshherë kanë identifikuar kriteret që ju kanë përshtatur një X kompanijës për të qenë përfitues potencial.
Pastaj nëse marrim parasysh raportet e njerëz nga organizata, siç është rrjeti i veçove abonet, ka shumë raste të falsifikimit të dokumentave në dosjet e tenderit. Kështu që këtu janë ato dy pika këtu të cilat konsideroj që duhet të bëjnë më shumë përpjekje zyrtarë të kryesorë administrativ, këtë rast kryetarët e komunave, që ti identifikojnë me kohë ndoshta përgatitjet e mundshme për keqpërdorime që mund të ndodhin nga zyrtarët komunal dhe të kontribuojnë kështu parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Po, zotëri Hoxha, faleminderit shumë që na u bashkuat në këtë diskutim. Faleminderit juve, Ekselenci. Zotëri Jakubi, faleminderit shumë. Faleminderit juve, kënaqësi.